Ore kam një pyetje, ky Rogerti ka sponsor, ka njerëz që veshin, ka njerëz aty te topi që merren me veshjet që e lën Rogertin të veshi 2 herë të njëjtën gjë apo VK? I don't know, vlla. Shkemi njerë, përshëndetje më brëma. O dashurit i pi cigare, se me jam më qartu, për kokën jua qartova. U mërzita, ma i kotruni. Nëse eliminohet sonte Mateo, se dua të bëj 2 pyetje, kjo është pyetja e parë. Nëse eliminohet sonte Mateo, a thoni del Brikena me Mateon, do me thonë dalim bashk, ikim bashk, apo i ka thjesht fjalë Brikena këto? Dhe pyetja e fundit, se kam shumë pyetje, o zot këtë çulufin këtu, çulufi. Pyetja ishte, kush eliminohet sonte, Mateo apo Stenaldo? Dhe më shkruani në poll cilin dhe në koment pse mendoni kështu. Dhe tani, nëse eliminohet Mateo, a do të thotë që Brikena është lojtare e dobët, pra që nuk kishe mundësi ta mbante në lojë ose që nuk ka ndjekës aq shumë që të votojnë Stenaldon që të qëndrojë Mateo në shtëpi? Si e mendoni juve? Qa është kjo surpriza që ka Stenaldos momentalisht? A do ju mungoj Stenaldo nëse eliminohet sonte? Okej, dhe 4 javë kanë ngelur, po a do ju mungoj? Mirë se vini dhe në zyrat e mia në Top Albania Radio, se tani në të shikoni. Në ashensor nuk ka valë, nuk gjëroj dot. Të shojmë nëse do e zbuloj, sepse një nga gjërat që ndodh në Top Albania që sa hapet dera, dëgjoj muzika që vjen në gjithë ambientin. E vërtet. Po, e di, kam përshtypjen që nga ajo bipi i ashensorit e ke kuptuar. Besoj, e kam kuptuar ishit makinë, por çunat s'duan ta pranojnë. Pra, po ti ke, unë të thash ti ke një shis të gjash. Kaptojnë që kam kuptuar ishit Surpriza më e bukur ever. Ky është korridori i punës. Për të studio qendrore, aty është një tavolinë që ulemi presim gjatë pushimit. Si është, sa ko kishe pa qenë aty, përveç 3 muajve dhe i qik më shumë ka përshtypjen? Shako. Pakës pare më shumë. Okej. Atëre, ky është vendi që Stenaldo ulej përpara mikrofonit.